Dhe pastaj thot, të më shesësh mua të flasësh keq për mua, si Rozana. Do me thënë, ky qa bën ky? Palaço vogël. Erdhe dhe fjalët e mia që të kam thënë lëshoj. Jo. Si jo? Pra të kam thënë lëshoj mu. Lëshoj se shikon se çfarë bëhet. Lëshoj është gabim, se unë se kam marrë. Ti nuk e di fare pse kam marrë unë gjestin. O, Rozana, dëgjoj, Ti nuk e di. Tani po flasim jemi dy të rritur. Lema ti lëre ti. Në qoftë se lëre ti. Jo mos të thuaj them ty si të luash mua. Lëre ti. Jo, Ti nuk e di fare. Unë jam napat e mi. Edhe Prit të përfundoj se s'më lë të analizoj gjërat o vlla, se po tregoja një gjë. Po thonë që ka ndodhur se ke qenë gjumë. Tani kthehesh te gjesti, lëre gjestin, e di unë gjërat me gjestin. Unë të kam thënë. Se ke kaq të vështirë, një fjalë të them vazhdo. Çfarë ke kaq të vështirë? Po jam e rënduar, mo ja harroj pastaj. Unë s'jam i rënduar. Jepi. Pra, i ka thënë gjestit, prandaj ke ndëjnë ti që të marrësh informacion nga mua, për mua, i ka thënë Danjës. Po. Këtu e le, jepi. Që të më shesësh mua, të më shesësh, të më sulmosh mua. Dhe e le, këtë që bën ky gjesti këtu në shtëpi, është, këtu e le. Si thash? Këtë që bën gjesti këtu në shtëpi, se... Që ta bësh atë gjë që ka bërë Rozana, këtu futet, të bësh atë gjë që ka bërë Rozana. Ndërkohë, çfarë kam nevojë Danja ose Rozi, marr informacion për gjestin, kur gjesti ti bëj mu të gjitha gjëra. Po, sigurisht. Është i paaftë për të bërë një lojë. Po iku egli dhe vinde rrotull me një shishe të lidhur, më. Asgjë s'më bërë. Darke, për para se të kërkonte. Atëherë lartë, ne kemi bërë një bisedë të dy. Këtu, për bërë. Ne? Dhe thashëm se se ftove për darkë, mbanë? Kur u lidhët? E ti the, e ftova njëra, dhe aji e ka digjuar këtë gjë. Po. Dhe ka vajtë ftuar reglin për darkë. Në mes të tjerash, thash, unë, kur dua sjaroj me njëri, nuk era, unë kam ftuar reglin për darkë. Po. Dhe regli s'ka pranuar. Që do të thotë, nuk ka shmangur ajo mua, nuk e kam shmangur unë atë. Po. Dhe ti i thash dje, nuk e ditur ti qasesh, kur ka ardhur kjo vajza, prandaj bisedat janë deri këtu, se ti ke bërë gjestin që ajo ka lënë. Ajo do të gjejë një gjest serioz, një gjest që thotë gjërat siç duhet. Po. Okej. Ti thash pse fton për darkë? Ky o e ka bërë, se unë se pyeta. Jo, këtu e ka kapur, ja ke thënë ti. Ky iku mbrapa. Po, lëse. Se base dhe e ka kërku për para. Jo, nuk e ka atë moment. Në të dyja rastet, çiko çfarë ndodh, e mendoj kështu. Në të dyja rastet që ky e ka kërkuar ka qenë pas ose e ka kërkuar pas asaj që thash. Po, atëre e ka bërë. Ose e ka kërkuar dje. Prap i ke dhënë lojë ti. Po. I ke dhënë lojë ti prap. Po, e kam dhënë. Dje, ja kam dhënë lojën për erën atje. Po, u falemderit, po këtë prap po të them. Po ja kam dhënë se kam dashur më la herë. Ore, nuk ka rëndësi pse. Nuk bën loja vetëm, më la herë. Edhe njerë. Nuk po ta them as për gjithë të keqe, as për gjithë të mirë. Është fakt. Ja ke thënë ti dje pse se fton dhe ai paf e ka kapur dhe sa i dita shfrytëzoi atë. Unë mendoj që se ka bërë ose ta ketë bërë para dite më herët. Po jo, Rozana. Edhe pastaj s'ka kalu pak. Ko tani, naiv bëhe mund do njetë, po mos u bëti, lëri këto. Jo, nuk e di momentin, ose në basit ka dëgjuar mua me ty. Po, njësoj është. Jo, sigurisht që është njësoj. Njësoj është. Sigurisht që është njësoj. Ja ke quar ndërmend. Sepse, nësë. Njësoj është, jepi. Vazhdo. Ajo thot, tje pas e vëllbuna tha, Gjesi ta kanë dejtë dhe mua, ku kanë dejtë Gjesi me ty, më thash. Fare. Ku kanë dejtë Gjesi me ty? Gjesi që kanë thënë për ty, po, pa fund. Gjesi ta më dejtë japër kur në shakesh. Po erdha unë, më kur mo, jo, dhe nuk ishte keq, sepse pasim bare u lurimat me mua, vajti atje dhe kërcente me Gjesin dhe këndonte. Do me thënë, ato janë luatjet e humorit. Se erdi këtu për sëri dhe më tha mua të flasim pak. Pasi më thate nëse nëndat me lidhin, edhe filloj prap. Se si ti mund të ashurosh me atë pëlqente bona, tipi bonës. O, Rozana, dëgjoj, këtu në 94 ditë, jo, mos tuaj ko tani. Mos tuaj lëre tani, e hape mua betin, dëgjoj. Në 94 ditë këtu, së më pëlqen mua me të sjellje, jo ty. Unë, shiko. Ti edhe njerë dhe të tjerët tu më akuzojnë mua që kam falur. Dhe pse kam pranuar. Tani ta akuzosh përse je treguar zemërgjër e ke falur. Jo, mos ta akuzova pse ke falur. Jo, unë po të bëj një retorik edhe njerë. Ta akuzosh përse e ke falur dhe përse e ke lënë sërish të afrohet, është njësoj si të thuash pse i fale borxhin dikujt më vlla. Ja fala më vlla, nuk kam ç'a bëj.